Atëre gocani, kjo është receta e krepëve, ma kanë kërkuar shumë dhe në Facebook dhe në Instagram këtë recetën e krepëve dhe unë po e bëj video, si që shikoni kam thyrë 4 kokra vezë. Kam shtuar qumshtin e kam shtuar me amendje, e ke parasysh varet sa ju do beni, edhe kam shtuar dhe mielin. Si që shikoni, kam shtuar në fillim gjysmë, pastaj gjysmën tjetër. Atëre shumë veta më shkruajnë, më pëlqejnë, më shkruajnë dhe në privat edhe nuk më ndjeki, nuk e kam kuptuar këtë gjë akoma. Dhe në privat që më kërkoni recetat, shikoj që akoma nuk më ndiqni. Tu I kam shtuar vaj ulliri, vajin e ullirit do t'i ithni goxha, që këshuja ato të rrinë sa më të buta. Edhe unë jam shumë krenare për shumë mesazhe të bukura që unë kam marrë, pa fund, edhe kam shumë pak tani kritika nga njerëzit, po këto mesazhet e bukura që marr tani çdo ditë nga ju o njerëz të dashur, nuk e di më lumturojnë jashtë mase, jam shumë e gëzuar, se me veten time them kështu që ja arrita deri diku, e ke parasysh edhe njerëzit që po më njohin, jam krenare që më keni njohur se çfarë njeriu unë jam, edhe që po më vlerësoni për njeriu e thjesht që jam. Unë si që kam thënë dhe e them që unë nuk jam ndaj njeri që tregoj lukse apo ku ta di une, tregoj vetëm jetën time të përditshme, edhe kaq. Edhe jam shumë e lumtur këtë ditë, jo këtë ditë po çdo ditë kur I thonë që unë marr mesazhe nga juve, jeni megjithmonë një mbështetje shumë e madhe për mua, ju falenderoj. Mbase ju do thoni dhe kështu që Angelina nuk na kthen përgjigje dhe nuk I interesoj mesazhet tona, ajo nuk është as pak e vërtet. Unë I adhuroj mesazhet tuaja, unë I lexoj çdo ditë dhe kur kam pasur kohë, kam kthyer përgjigje. Por ndonjëherë janë dhe shumë edhe nuk mundem, edhe për këtë pjesë ju kërkoj falje, siç kam kërkuar çdo herë, edhe kur kam mundësi, kam kthyer përgjigje. Krepët siç po I shikoni që unë po I pjek një nga një. Nuk e di, jam shumë e lumtur, ja u them sinqerisht. Edhe dëshiroj që të më ndiqni. Nëse keni dëshirë, edhe ju mirëpres në videot e radhës. Videot normal s'kam për të mbaruar, çdo ditë do hedhim receta të ndryshme. Edhe kaq. Ja, si dolën krepët, fantastik, të butë, edhe si që thash 4 kokra vezë, qumësht, miell edhe vaj ulliri. Edhe dalin fantastik për atë zot. Unë I bera, I provova, kam përteu dhe recetën kur unë krepët I kam mbushur, por më vonë sonde nuk e di kur do ta vendos atë recetën. Edhe ja si që tregoj,